jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shkues të nderuar, selam aleikum. Jemi në episodin e 3 të sezonit të 3 Merr Frim. Ndërsa mysafire kemi hoxhën e nderuar Muharrem Efendi Ismailin. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë gjetëm sana. Si po kalon? Mirë. Alhamdulillah. Për hajër ky sezon i ri. Po, sezoni ambient i ri. Ambient i ri, bukur, mashallah, ambienti. Inshallah edhe emisionet bukura dalën nga ky ambient i bukur. Amin, inshallah. Hoxh, sot me juve doshta ta diskutojmë një hadith. Faktikisht bëhen fjalë shikues për 3 persona të cilët janë bllokuar me një shpellë. Imagjino çfarë situate e rëndë, subhanallah. Ne tash shohim shpesh trend janë filmat Survivor ku një person ka mbet me një ishull edhe bëhet buje madhe rreth atij filmi. Film bëhet. Po, film bëhet, nuk është e vërtetë. Rrallë janë ato që janë të vërteta pi filmave Survivor. Dikush ka mbet në oqean, dikush ka mbet në mal, dikush ishte një film që i ka mbet dora me një shpellë mes 2 gurzve. Kjo ishte ngjarje e vërtetë, po. Në 48 ora se di sa deri se ka hek dorën, në kupton? Siç ka mbietu. Domethënë këto Survivor janë shumica pralla. Mirë, po kur ne muslimanët hoxhallorit tregojnë nga Kurani dhe Suneti ngjarjet që kanë ndodhur në histori të më pashme popujve të mëhershëm, vlojnë komentet, pralla arabe. Po pse na shikoni neve atëherë? Pse nuk i shikoni prallat e juaja ose subhanallahu, na lodhet me këto komente, ne kena me vazhdu me këto pralla, sepse janë nga Kurani edhe nga Suneti dhe nuk janë pralla, janë ngjarje të vërteta. Kuptohet, ne nuk është poenta vetëm me e tregu këtë ngjarje, po me marr mësim. Kështu që hoxh, mundesh me fillu rreth kësaj ngjarje 3 persona të bllokuar me një shpellë. Subhanallah, imagjinoje. Domethënë shpellë, 3 veta janë, edhe një gur i madh bje i bllokon. Ç'ka ka që di, tash hoxha e artikulon më mirë. Para se me filluar do të tregoj diçka tjetër. Patjetër. Se tregimet që janë në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë ahsan al-qasas. Allah kështu e mërtan. Janë tregimet më të bukura. Alhamdulillah. Janë tregimet më të bukura, janë tregimet më atraktive, më joshëse. Edhe njerëzit besimtarë jo besimtar kanë qef mi ndëgju ato tregime, edhe mi pa kur na i shpjegojmë, i tregojmë. Dhe ajo bindja e tyre intelektuale, logjike, i pranon ato si të vërteta. Dhe janë interesante, por bindja emocionale, pastaj është ajo që i refuzon ato për t'i pranu dhe për t'u besu tyre dhe për t'u bu besimtar. Andaj dush me kuptu një gjë, se tek njeriu ka bindje intelektuale, logjike dhe ka bindje emocionale. Bindja logjike është më e lehtë se sa bindja emocionale. Logjikisht secili ne bind se alkooli është shumë i dëmshëm me pi. E qartë. Dhe gjithë thonë se pi mo. Ama në mbrëmje kur del me ato pianecat e vet, ai përsëri mashtrohet e pi një gotë. Pastaj e para e sjell dytën, e dyta e sjell tretën, e pastaj so kontroll mos sa pe ai. Ai e di se keq është të bon. Andaj dietarët kanë thonë bindja logjike, intelektuale është më e lehtë se bindja emocionale. Bindja egos, nefsit, që se nëna nefsi. Me bind mendën është më lehtë se me bind nefsin. Dhe njerëzit janë të bindur se tregimet e fesë janë të mira. Pse natyra e tyre, intelekti i tyre i shëndosh dhe i mbar, domethënë i pranon dhe i duken interesante dhe tërheqëse. E pastaj egoja e tyre është ajo që i refuzon ato, që mos me qenë praktikant të islamit dhe të porosive që i përcjell ai mesazh apo ai tregim apo ajo ndodhi.
Dhe nuk ka njeri me logjik që shëndos që tregimet që janë Kur'an e Sunet që si ka qef. Andaj mos i qorto njerëzit pse i përcjellin ata. Ato i kanë qef, i pëlqejnë ata. Ju duken interesante, tërheqëse dhe i mbushin ato edhe emocionalisht në momentin kur ato i përcjellin ato tregime që i përcjellim na përmes porosive tona, përmes ekraneve, po xhamiave, qyrsive, mihrabeve. Kam fjalën për islamofobët. Po edhe për islamofobët. Se ato na quajnë pralla arabe. Ju flisni pralla arabe. Po ma edhe islamofobët, edhe ata kanë bindje intelektuale, kanë edhe ata. Sa islamofob na e dim që alhamdulillah janë udhëzu. Po. Janë pendu plot diun, Sot i thot pralla arabe, nesër thot pas na gabu, kanë qenë mirë. Andaj mos e mbyll ti deri, Gjona dera e madhe. Andaj na shikoni edhe ju. Zoti ju mundsoft Dhe shpërblet për këshillën. Zoti ju mundsoft që edhe egon e tyre ta bindin. E qartë. Dhe nuk është diçka tragjike që me kuptu se historikisht gjithnjë ka pas njerëz që kanë kundërshtuar të vërtetën, e gjithnjë ka pas njerëz pikërisht ata që kanë kundërshtuar, që edhe kanë pranuar të vërtetën. Andaj ne i tregojmë tregimet e sahabëve të mëdhej, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Omeri radiallahu anhu, pse tregojmë tregimin e tij? Me bo me dje se ka qenë islamofob Omeri në gjuhën e sodit. E qartë. Ai ka qenë islamofob. Ka doshta vrasë pejgamberin. Ka doshta vrasë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Bile ka qenë islamofob agresiv, i dhunshëm. E Zoti në moment të fundit ja zbut zemrën e pranoi Islamin. Na sot alhamdulillah çasi islamofob skemi, bile në trojet tona, tash me fjalë verbalisht ka momente të caktuara, ka edhe ku e teprojnë, edhe ku na ranojnë më tepër sa që ju ka hije, po megjithatë themi Zoti ju i mbarsof, u zbut zemrat dhe u mundsoft të kthehen ka e vërtetë dhe ka e mira. Andaj suno, a derë gjonë të madhe, mos mundohemi ta bëjmë kapigjik. Një derë dvogël, me ngushtu. Se pikërisht njerëzit që hulumtojnë Islamin për ta kritiku Islamin, janë kandidat potencial që me qenë ndihmtar të Islamit. Sigur që ka ndodhur edhe me një anti-islamik nga Holanda. Këshira me, ti njëjtë e përmend, historia ka me miliona ka. Edhe ka shumë njerëz që sot janë besimtarë, ndoshta më të devotshëm se unë edhe ti, kanë qenë islamofob agresiv. E kanë luftu me konkretisht. Edhe dhunshëm, do thotë, ndaj Islamit dhe ndaj muslimanëve që sot janë besimtarë të mirë dhe devotshëm. Andaj edhe nan muslimanët ndonjëherë mendoj se gabojmë kur me thonë të pa drejtën e shëndrim viktim. Kur atë që bën keq e shëndrim viktim, kur ja kthem me një dozë të pa kontrolluar. Domethënë që mos më bëj edhe tepërt. Doza e reagimit ton edhe mos bëhemi na për atyve që bin gabimin e tyre, nëse kemi konstatuar se ata gabojnë që na ranojnë me llafe, nuk duhet më ra, po i këshilloj veten, jo ti vetes jam të thonën. Jo na mero edhe në atë grack që na me këthi me një dozë hala më të madhe se doza e hakmarrjes së tyre, apo doza e ofendimit tyre ndaj neve. Andaj, pastaj vi me një situatë se që du të pyet veten, a i kemi bo këtë për Allah, reagimi tonë a i kemi bo për veten tonë. Se i në nërvëzu. Se kur e bëjmë për Allah, ka tjera mekanizmat të reagimit. Shumë e qartë. Po kur e bëjmë për veten ton, për të hakmarë për atë egon ton, atë nefsin ton, ma ti do të thotë kalon dhe te i kalon kufit që sa në rregull. Qartë. Nëse kemi me të vërtet një dhe qëllim mi thirr njerëzit në Islam, a nëse kemi qëllim mi thirr njerëzit në veten ton, ajo tjetër mesele. Mi thirr njerëzit në Islam, mi thirr njerëzit në fe. Këtë vetes jam të i fol, jo ti, mëse merë për një vete. Se gjithë jemi njerëz edhe gjithë na kap emocioni si fytyra publike, kemi momente dhe kur normal ajo egoja, nefsi mund ta bëjë të veten. Njerëz jemi kur dikush edhe të ofendon edhe të çon edhe të lëndon
mos flasim kur ndonjëherë ato ofendime dhe ndime, ka njerëz që si kujtojnë këtë dhe se mendojnë ishe edhe fëmia yt i bjen dorë edhe atij mi pa, edhe është edhe atë të mërzitun, kjo është 10 herë lëndim, e këtu është momenti si keme menaxhu situatën dhe si keme bë reagimin. A keme bë me urtësi, apo keme bë me egon, me nefs, e pastaj reagimi do të jetë me një dozë shumë më të madhe se vetë ofendimi apo gabimi që ka bërë personi ndaj neve, e pastaj ti faktisht kriminalin e shndron në viktim, apo gabimtarin e shndron në viktim. A realisht duke qenë ti viktim, bëhesh ti gabimtar. Shumë e qartë. Do gjonët milion në për atë dunjo dhe thjesht na gjithë një du të me pas moton se njerëzit i thrasim në islam, jo në vetë vetën tonë. Është një thënje shumë e bukur o Hoxhës Bekir Halimi. Gjithë një e kam si një stimulim timin edhe më duket se nuk i del moda ati lafit. Ju thrasim në islam se ju dua. Po, kjo është shumë thonje e madhe. Ishte nëse i thrasim në islam se i dua, me bo sabër ndonjëherë edhe ndaj reagimeve të tyre. Pse i thret në islam, këto kamera janë për komunikim masiv. Miliona arrin shikimet. Është për 1 milion dhe 10-15. Kanë me nasha. Pse s'kanë me pëlqyjat që i themi na, nuk duhet na edhe mu marrë me ato 10-15, po për kundrazi, edhe për ata 10-15, du të me bo doa që Allah ma zbut zemrën, sa ata vetës i bëjnë keq. Mës keq i bëjnë vetës. Edhe na, si mundimi me qëndru duar kryq, s'paku me dua, kur s'ta lejon ai me ndihmu në formë konkrete, s'paku me dua na du të me ndihmu ati. Sikurse, e pa ta thonë një emision, ishte për një konflikt midis për tolerancën ndëretnike shqiptar Maqedon këtu te na, edhe pa ta thonë shumë thjesht. Nëse një shqiptar është duke ecë rrugës, te kej vardarit. Okej. E shet dikan ka rënë në shakt. Ka rënë në një grop, e ka thi kamën së ndale. A shkon e pyet, a e shqiptara, Maqedona, e muslimana, krishter? Apo shkon i thot, ej, që dorën hec, zgat ma dorën të ndihmoj me nxjerr prej shaktit. Këshire, me qenë nudh xhehenemit është ma keq se me ranë shakt. Me ranë xhehenem dikush. Neve du të me në udhin të ma shumë sa me ranë dikush në shakt. A ke shqiptar, a ke Maqedon, a ke angles, amerikan, çka të dush thuj? A ke musliman, a ke krishter, a ke budista, neve du të me në udhim të ato, dhe me këtë pikpamje du të shikojmë ata. Dhe më thanë, jo, do të ndihmoj më njerë se pysim. Nuk e marrë mi më provim. A e shqiptara, ta dëgjëm a folë shqipa maqedonishta. Më njerë solidarizohemi shpejt, ndihmën e shpejt, policinë, zjarë fikset, kush du të me qenë palë të involvume që me na lecu në gjerin e ti prej shaktit, prej gropës, më njerë atë kina me bo. Dhe kjo është natyra e shëndosh. Edhe besimtartë muslimantë. Dhe tjerëve që nuk i kanë përqafu islamin, apo kanë islamofobi, kanë paragjykime, apo kanë mendim të keq ndaj islamit. Ato janë kandidat potencial për me ranë shakt, apo kanë ranë në shakt. Dhe që tash neve a du të me na udhim të ato, a du të me thonë, mire kip, se s'ki këship, si ki qelë sytë me ko. So momenti, mi thonë. Ati të me ofru ndimën e shpejt, me ndimu. Kjo është njerëzorja. Kjo është ajo islame. Ajo që është njerëzore, është islame. Andë në njëre qasja, mendoj së është e gabum edhe ndaj njerëzve që bëjnë gabime ndaj islamve dhe ndaj muslimanve dhe ndaj xhallarëve. Edhe reagimi normal është relativ se njerëz jemi, nuk ka ati
kalibrim të emocioneve, njësi matëse që me numra 1, 2, 3 emocione do t'i kem, të katërt, ja, s'ka numra të emocionet e ndjenjat, nuk ka numra, por mos u habit sepse njerëzit i shikojnë tregimet fetare se janë më të bukurat, janë më interesantat, janë më atraktivet, sepse Zoti ka dëshmu se ato tregime janë të dobishme dhe interesante për njerëzit. Andaj, në këto emisione, në këto podcaste, nuk duhet me leju pa kalu java pa e pas një emision për një tregim. Ka shumë tregime të bukura në Koran, hadithe, shumë tregime të bukura, dhe janë më të bukurat ata. Janë më interesante se me tregu për një njeri që ka shku në nishull, edhe kajde që ka u për rrugën, i ka u kompasi, ose i ka me dora me një shpel, apo me një... Ose, më falë që për në preja është një film, njoni blokohet në vetur, edhe se ndel, veturës. Loj, dhe të normal, ajo zotësi e tyre që e kanë mrija qëllim që ti ta shikojsh atë. Unë kur se kësha këshirë një film me një njeri që ka met në vetur mrejna, ama që... Ma ka të rejtë vëmenjër, kanë gjithë klient që edhe atë e shikone dhe aj me dveten ka bodi, shka e ka mushat një ore sa minuta edhe e ka shit me para atë film. E qartë. Andaj, këtë e pata si hyrja mos habitesh sepse njerëzit i shikojnë. Allah që lejt ishtë një këshill shumë me ven. Faleminderit shumë. Allah shpër. Atëherë po fillojmë hoq për tregimin. Tregimi jonë është dhe tregimet më të përfoluna në historinë e njerëzimit. Është përcjell bes pas brezi. Derisa Allah edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka tregu këtë tregim. Se s'ka ndodhur këtë tregim në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka ndodhur tek Bene Israilit. Nuk ditë saktësisht a para Musës alayhis salam, mas Musës alayhis salam, nuk ka diçka. S'ka mujtu në spaku me gjetë ndonjë timing kur ka qenë. Po Musa alayhis salam i ka më tepër se 5000 vite. Edhe a ka qenë para ati, a mas ati 20 edhi. E janë shumë vite në pytje. Këto janë detale që si ka tregu për nga meri. Jo, si ka tregu. E ka tregu në gjare. Me qëllim, po. Qëllimi o të ngjarja. Po, vetë fakti që Allahu Azza wa Jalla mas mira viteve, këtë ngjarje ja përcjell Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja mëson, që neve me na tregu që më mri deri sot, e më mri deri në ditën e gjykimit tregon se kjo ngjarje atraktive, është ngjarje e bukur, nga e cila ka shumë porosi. Ngjarja thot kështu. 3 shok, 3 burra dalin me hec. Dalin me hec. E qartë? Shokët, gjithë një kanë dalë dhe të dalin. Po. Dhe këtë numri 3 është me tregu se kanë dalë ma largë dhe kur dalin njerëzit ma largë është mirë me qenë 3 veta e sipër. Nuk ka mirë me dalë vetë. Po, pak ma pak keq është me dalë veti dyti, me dalë 3 veta është tamam. Me dalë me shku ma largë dikun, du të me u bo 3 veta. Shemë në Turqi, kur shkojnë këto tonit, është mirë me u bo 3 veta me shku bashkë. Jo 3 veta, 3 vetura, po 3 veta një vetur. E qartë. Është ma sigurt, ma... Një mohon njëni me tjetër. Dhe ka shumë argumente fetare që pa ti se kemi nga tema. Okay. Këto 3 dalin edhe rrugës i kap shiu, fillon me ra shi, edhe këto çka bëjnë, shkojnë hynë në një shpellë. Mos strehu prej shivit, mos t'i lagë shiu. Se kanë qenë në vend jashta banimit, vend pa urbanizum. Pa urbanizum. Një vend larg. Bje një shi pak maj fuqishëm, ata strehohen në një shpellë, tamam hynë në shpellë, prej lartësisë së kodrës bje një shkambi madh, edhe u ambyll hyrjen e shpellës. Ato mbetën brenda shpellës bllokum. Ter. S'ka shtëpia afër. Bërtit sa dush, askush nuk ndëgjon, është vend larg. Ama 3 veta është. Më falë që për nëna, edhe me bërtit e kotë pëse guri i madha, po? Ska pas e tërë bulduzhera me hejk me dësit.
Jena të folë për një kohë. Mirë. Spaku edhe kur vërtet kur ta ndëgjon zërin jashtë është një shpresë. E qartë, po. Ai zëri jashtë shpellës, atë nxjerr jashtë ajo është diçka tjetër, po është një shpresë. Sa njerëz minjer kanë mbet në për shpella të thella, po vetëm shoku se kanë pas një farë komunikimi, ndërgërmadha kanë mbetën ose në për shpella të thella që ato i çelin vet ato shpella. Është një shpresë, një myt, edhe pse ndoshta s'kan arrit mi nxjerr të gjallë. Po ka qenë një shpresë, një myt për ata. Edhe këto tre fillojnë mundo, shkambi madh, guri madh, se në lëvizin. Çka më bën tash? Derisa njërit, kjo është mohabeti, kur janë më shumë, ka ideja. Njërit prej tyre i shkon ndërmend dhe thot, mendoni veprat mira që keni bë, që ta lusim Allahun, hatri atyre veprave, Allahu me na e lëviz këtë shkamb të madh. Me na e çel shpellën. Subhanallah. Po, këshireni? Imagjinoj çfarë situate e rënd u kon në atë moment. Ama lidhja e fortë me Allah. E kuptojnë se veç ndihma e Allahut këto bën dobi. Asgjë tjetër. Edhe skavatora të mëdhejt kishte pas, ndoshta në momentet caktuar, lip koha jo me nxjerr, me mbrin deri te ato. Shkambi madh. Dhe kuptojnë ata se vetëm ndihma e Allahut, fuqia e Allahut absolute mundet ata mi nxjerr dhe mi shpëtu nga kjo situatë e rëndë dhe e vështirë në të cilën ishin ata. Edhe ata shfrytzuan. Edhe i pari thot unë do foli. Dhe në këtë hadith përmendet të vesuli me veprat mira. Të vesul çka është? Të vesul do thot me kërku te Allahu ndërmjetësim duke përmend punë të mira edhe i shfrytëzon punët e tua të mira ndërmjetësim mes teje dhe Allahut që Allah me ta pranu dua. Shembull jam në zor, ku bën ndeshje. Po. O Allah më nxjerr nga kjo situatë për shkak azhërimit tonë të ndeshjes që ku bën. Po. Ç'kjo është? Të vesuli me punë të mira dhe kjo është mesele e njohur në akidën e Sunetit që lejohet. Dhe ky hadith këtë e verifikon e potencon. Ama shumë me rëndësi, a kime pas në vepër të mirë me thonë. Ki kredit. Edhe a ki diçka që është mes teje dhe Allahut. Ti kja gjyru të në tenjë, ama kja gjyru që me tonë aplauz, bravo, që ke numër 1, musliman numër 1, ki pa gjëron të në tenjë. Edhe del këtë shkupi ti kaldon, se jo në s'pi kafe, del pa të dera e kafës, jo si me pi kafe se a gjyru shumë ja. Si do qoftë? Jo që të kam unal. Dhe më thonë, ju po thoni me bon vepra që si di kur kush përpos te edhe Allahut. Shembull, mos i metëm të azhërimi. Mos me boj lajmërim, sepse merr vesh tërthorazi dikush në ta marrë vesh. Ama jo ti me boj lajmërim. Jo ti me i marr shkaqet që mu kuptu se ti agjeron. Shembull, se unë i kam merak në podcast mi i konkretizu çështjet. Shembull 1000 euro. Me vizatu. Po me vizatu. 1000 euro japni fukaras. Po. Edhe kur kujt si kallzoj. Pse e di që Allahu e din. Edhe shtash kur jam në zor, tham o Allah, e kom bo një vepër të mirë, 1000 euro ja pa ta dham filonit. Shpëton për qasoj sadakas, që e kom bo për rizon ton, do zot shpëton. Si se ka marrë vesh kërkush për posteje. Po, e ky i pari, e boni këtë dua. Ky i pari e shfrytëzoj, me bo dua, dhe me e shpalos një vepër të mirë, që ka pas mes ati dhe Allahut Azza wa Jall, që ajo vepër e mirë me qenë shkak për shpëtimin e tij. Edhe i dytë e tregoj një. Lutje. Po, një lutje. Ja, e përmendin një vepër të mirë që e ka. Po, një vepër të mirë, po. Ja bashkan gjithë i lutit për shkak veprës mirë. Edhe i tretë e përmendin një vepër të mirë. E tash. Po fillojmë, bismillah, cilat janë ato veprat? Hajde, çka ta merr minja, cila ka qenë e para? E para duket me për çka unë se kom sosas me drezën as kur zon titken. Ani me tamin ti. Me tamin. E para ka qenë me prindrit, e dyta me zina diçka, edhe e treta me
punëtor diçka. Mirë e gjejtë. Përafërsisht. Që këtë me punëtore gjejtë, se unë e përmenda në gjumon, para një 2 javë e përmenda me punëtore. E para ka qenë me prindërit. Edhe ky i pari, thëto Allah, këto shokët e vetë se kanë ditë, kishtë ashtë për të regon, këtë. Po Allah, të te din se unë, për çdo ditë, i mjeli baktit e mija, që i kam, dhe qumshtin, e qoj të shpia dhe unë kam ngru dhe kam thmi. Por, qumshtin s'parer ja provoj prindve të mi. Nonës dhe babës. S'parer atimve ju ka dhonë qumsht me pi, masani ju ka dhonë gruse dhe thmive të vetë. Edhe to Allah ti e din se unë një dit me të avon. E kur erdha të shpia, e kuptova që nona dhe baba kanë flet, i ka zonë gjumi. A thmit ishin zgjut. Edhe tune manovrova në kohë deri sa i zuri gjumi thmit dhe qëndrova të kam të prindërve të mi deri në mëngjes, që përsëri ato të jenë të paret që kanë meshu qumshtin e freskët që e kam mjel. E thmive s'ju ka dhonë. I ka shtin gjumë thmit pa qumsht dhe ka nejtë të kom të nonës dhe babës deri në mëngjes që ata zgjon dhe t'jenë të paret që kanë me provu qumshtin që kjo e ka sjell. Edhe to Allah, ti e din këtë se une këtë veprim e kom bo vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Vetëm për hirën tënde. Andaj të lusë, atri kësoj pune që e kom bo për hirën tënde, ti o Zot, të ma qelish dalën e shpjedhës dhe ta shof qedhen dhe gu shkon bi lëvisi. U lëviz guri, se kështu titullin kam U lëviz guri o sun. Guri map. Qka është për Allahun dhe fuqinë e ti me lëviz një gur. Dhe filloj mu pa qedhe, pa në qedhen, ama s'mundën me dalë. Ishte tërë, u hap një vrim. Ajo vrima ishte shprejs. Ajo ishte dritë. Ajo ishte kontakt me botën e jashtme. Ajo ishte bindje, iman, fuqi, energji. Nuk u zgjedh problemi, ama këshire, ajo drita ishte energji pozitive, ymit, shprejs. Dhe bindje se Allah ka fuqi, veç kur ka Allah, vazhdo mos u ndal. Shumë njerëz kanë telashe vështirësi dhe lusin Allahun me lutje, e Allahu, i ajep një dzicë të dritës, edhe aje e len pas taj lutje. E met pa u kry puna. Veç pakaj, po ti, a ki vazhdu? Jo, po ti vazhdojsh e në lutje. Allah të ka qu nishant, ka qu shenjë, se mundët mu zjetë kjo, ti vazhdo në lutje, mu së dorëza. Se shumë njerës bëjnë pytjer pasere, e kam filan brengën, filan sikletën, e lutja Allahu nuk ma ka largu Allahat. Ti vazhdo mu lutë. Kom gullën. Njerë, 2 herë, 3 herë, me 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. Allah ka shumë për dhanë, e jo në është me kërku prej ti. Po në gjitha verzionet, u hap ajo drita, nuk humb ti kur bën lutje fiton shpërblim. Çtohet kontoja e shpërblimeve tua, numri i shpërblimeve në kontën tënde shtohen. Nuk humb përsëri e fitimtar. Edhe nëse mbet, po edhe të lehtësohet dhimbja në moment se angazhosh me lutje, nuk angazhosh me shimin e dhimbjes. Në kohën kur bën lutje, dua lut, edhe lut Allahun e harat, çka ki problemin. Kjo është begatin vete me haru se ki problemin. Sa njerës dhe të pinë barna sedativa me haru se e kam problemin, me zonë gjumi. Të bënë dua e haron se ki problemin, s'paku, e kur zgjot për sëri e ka problemin ati. Ama s'paku një 2-3 ora e ka qenë në haja, di ka haru qka
çka i ka ndodhur. Na çato momente që lusim Allahun, janë momente që harrojmë brengat e dunjos tonë. Dhe janë momente ku Allahu na i shton shpërblimet tona. Po janë edhe momente ku janë momente potenciale që Allah me na i largu atë problem krejtësisht, përgjithmonë në momentin që na e mbarojmë duan. Kush të garanton se largon Allah? Garant se në kisë Allah ka me ta largu. Po shejtoni të te, badjava që lutesh kjo s'bohet me dua. Jo, bohet me dua, bohet. Bohet me dua kjo. Bohet me dua. Dhe kjo na ndodh. Isha javën e kaluar në Zvicër në një mbledhim, edhe dikush ma tha një laf shumë interesant. Tha, e menojsha si ka me gjetë në Maqedoni. Kur të vi, ku të gjej numrin atë ketë, tha veç ku të kom pa në salë, ishe ti këto. Pasha ki bo duave me më të. Tha, valla, i kom bo dua. Tash duaja ote mu mësol dhe këto. Sire duaja e sirë njeri për Maqedoni Zvicër e qa. Hiq pa pas plan. Edhe hiq pa e organizu, hiq pa e koordinu. Hiq pa e koordinu. Duaja është. Duaja bën mrekullira. Bën mrekullira. Thash, vallaj, këtu më ka sill duaja jote. I bindur jam se këtu më ka sill duaja jote. Edhe ajo duaja ka bo që unë me qëndru 4 ditë në Evropë, që unë kur sri 4 ditë në Evropë. Gjithë dhe njoja e din, që unë kur shkoj në Evropë për 1 ditë ose 2. Sri kur 4. Pensë më si bona, këtë herë. Edhe me qëllim për i fillimit, insistojsha të i bëj 4-5 ditë. Pse doja bën mrekullira bën. Na du të me lutë Allah, me bo doa. Vallaja i shkamp. A i problem. Se titullin e kam guri, po. Po, a i guri madh. A i guri madh. Qaj guri madh është një gurë që qëtek. Shumë njerët qëtek ka një gurë që si të madh. Ama që ti mi thonë, ave për qatë gurin e madh, ju janë ku doktorit, ju janë ku hoxhës, ju janë ku vlaut, ati këti. Atë ka shumë njerë me thonë, Allah. Po të lësë, atëri qasoj punet mirë që e bëjone. Të do shtë e punet mirë, atëri qasoj punet që e këshiri një jetim. Që e këshiri një student. Që e maj një punëtore dhe pëse së më duhet, po veç ti një maj e maj. Ti e di në zotësune, edhe pa atë mund të funksionoj, po e maj, veç të hapë një roga, ti më stalo keqë. A ki me mujtë me a gjitë vetës një punë të mirë që e bënë? Për Allah që e ki boshtash, ja, për interes. Shumë e qartë. Ja, për interes, platë ka që bëjnë, për Allah. Për hirë Zotit, veç për Allah. Edhe ti t'ja gjesh vetës një qasi punë, që e bën për hirë Zotit, edhe të isho Allah, largo ma qatë gurë që tu që e ka. Që këtë ciklet, që këtë brengë. Një dit i thash jo muslimonit, i thash, a e dini jo se gjdo vështirësi i sjell 2 lehtësime. Gjdo e keqe i sjell 2 të mira. Qysh është hoxha? Inne me alustri justra, thot Allah në Kur'an. Pas gjdo vështirësis pasojnë 2 lehtësime. 2 të mira. 2 të mirave. Një vështirësi, 2 lehtësime, 2 të mira. Se usër është përmenë në formën e njësit, jusra është në formën e dysis. Këta mundën me verifiku plot njerëzit që kanë pas vështirësi dhe i kanë ardhur 2 të mira. Pastaj Allah do njëre na e çon neve një sprovë të vogël që me na ardhen 2 të mira të mëdha që na nuk i dim. Po. E këto, sa njeri ti ka ndodhur sprovë me përzon pipune që ai me hi me një punë shumë më të mirë sa nga që e kanë përzon. Ko dallimi?
Se njëri bën sabër, durim, thotë, caktimi Allah, to Allah kompenzon, ha? Edhe e kalon këtë paron depresion pa usmu, hynë me një punë tjetër, edhe ai tjetri, që sën pajtohet me realitetin, bjen depresion, fillon me pi barna, bjen alkohol, bjen kështu edhe me dosh me apliku t'i kënd në e punë, ati veç kur t'a shojnë atë pjavtë kështu, pëtan më nëgjes e sytë bumbar, t'kuqe pi drogës, apo pi alkoholit, ku e qanë këtë ki kana për spital, s'kana për në firme shti, në punë. Muj me konfirmu këtë edhe me një shembull personal për mua, që për shembull, mu kur ndroj jetë nana ime, u pa ta mërzit shumë dhe thësha, shka do bëhet me mu? Se unë isha atë që i lidh me nanën, po Allahu ma dhuroj një vajzë, krijet një vjet pas vdekjes nanës. Edhe tash jam shumë i lumtur me atë vajzë, u kënaqa me hanën. Në më pas vështirësisë, pas provës. Vinë në dy lehtësime. Ti ke edhe lehtësime tjera që si të regon, këtë im shef, da? Anë, që s'po të kallin, së në, së problem. Unë vëzhe kallzova si shembull personal, ama që funksionon. Nuk ka njeri dhe shembull njerëzon, biruzën toksor që ka pas një vështirësi, pas të cilës nëse ka bo durim, dhe sabër që si ka shiju të mirat që kanë pasu pas asaj vështirësie. E vërtet. Plot ka kësi raste. Plot. Ti kthehemi lëvizje së gurit. Do më thonë i pari për prindrit. Ta shishan Zvicër edhe shembujt mi të regonin vetë ata sa njerëz kanë refuzu me hi me një punë ku është haram. E që Allahu a kanë kompenzu me punë halal dhe me mirë. Ma mirë, rogë ma të madhe, kushte ma të mira, ma shumë liri. Pastaj nuk ka vetëm rogë ajo kjo, qatë sa është ajo qetësia shpirtërore kur punën me një vend. Psikën ma të qetë, ma rahat, ma i lumë të në punë. Nuk është... Po, këti me Allah ka mundësu edhe në aspektin materiale, në aspektin shpirtërore, në aspektin e liris, me thonë kushtimi shfetare. Pse kam bo durim, pse kam pranu një punë që është haram, Allah ka kompenzu me atë mirë. Sa njeri ka që është afru një tender që është haram, se ka pranu, ka ardhën film tjetër e madhe konkurente, ka kërku film të lirë që është vetëm për atë e angazhume. Ka dhe unë jam i lirë, s'kam, dhe ka dhe që punë 5 vjetë, 10 vjetë puna që ati. Mejtë të punu, veç a do me marë pare. Sa të dush puna? Ki parasysh. Se ta kishë marë që atë punën e haram, se kishë të marë kjo firma e madhe. Jo, ti i zantje. Po ki ka refuzu për i zotit, se punë e konë me haram, e përzime. Kam bet një dit, 2 dit, 3 dit, sprova, shtash. Këshire? Normal. Pa u djersu si së në ndjerë toksinat për trupit. Shmë djersu pak. Se në bez zaif nuk do pësosh pa hejtë, pa. Po shtash, ajo lip më do pësu pak. Lip nuk djersu pak. E njerëzit që kanë bo sabër dhe kanë kalu këtë proces, Allahu, ua ka kompenzu ka se kujton. Dhe ajo dritë e madhe del gjithë një vetëm na të kemi një punë për me që kemi bo për Allah. Andaj edhe ato thonë, e këthan ata, sa i pare, ta këtë punë e kom bo për Allah, për i Zotit, se s'kontestohet dashuria ndaj grus, s'kontestohet edhe dashuria dhe dëmshmëria dhe ndaj thmive, që dhe mos ndaj e vladit. Qartë? Ama për Allah e ka bo këtë punë. Për hirë Zotit. Prinderve. Dhe këtu ka me dërgu një mesazh ato që jetojnë me prind bashk, apo jetojnë me një shtëpi, apo jetojnë ndryshe. Shembull, shtash ka dalë sezona e qërshijave, im shefin qërshijat në dhomë të fjetjes veç me grunë t'i haja. E kumbet kitë qumshtin që ka e ka dhamë. Apo longjët, i blen im shefin, mos t'i shofin ona baba që mos t'i apin atyme. Andodh kjo, na që këto e na e dim këto trika, më kuptan. Ka dhe që si. Edhe t'ke frigën e Allahit ata, nuk më shefat pi nonas pi babës. Haja dhe pia, dhe pësa ato, qka dajnë, qka da pi? Si janë të haves. Me pas kujdes. E qartë. Me pas kujdes. E pastaj ata 3 habitëm se s'kina bereqet. Dhe ke ish bereqet. Pi nonës pi babës e më shef. Hajen edhe pijen. Blejnë mbërsir dhe hanë më sheft si
si ja mëlzon edhe nonë edhe baba. Jep fëmijëve tu si ai pateve. Kjo mos folme me misafert. Andaj është shumë me rëndësi me kuptu edhe ndonjëherë pse do duas na pranon neve. Pse s'kemi edhe bereqet. Pse nuk hecin do punë mirë si duhet. Edhe këtë mirë ama sove diçka të ndërrego. So është se këse e lejnë të në masë. A dy të në të këshirën bafëshire pa ka o burë. Këshirën qëfar gratës këtë shetanit kjera. Qka e të bon? Kë se ne ka paramendu qumë shtin tazet të api e dikush para nonës edhe babas. Jo tam shefe. S'bot ma bet. Këto të parë du të me provu, masa ne ato tjertë. Kush të ka vëndu? Këto të parë, s'pari me gëzu nonë edhe baba. Pastaj thmija. Edhe pse nonë edhe baba do të vepi njerë thmijës. Nuk janë ata që e lipin septe. Kjo ka qenë pa kompromis. Ju keni me pi qumë shti. Ju keni me pi. Kjo ka qenë vendimi ti pa kompromis. Që nona, baba të partë me pi. Andaj, kur të kemi në kësi raporte, kësi vepra, kësi kujdes ndaj prindve, Allah i na ozofte na drejtoft që kujdesi ndaj prindërve është një ankens e vazhdueshme që ndëgjojmë prej prindve, prej agjilerve, prej nonave dhe babave. Shtëpia e pleqve. Unë s'pranoj shtëpi të pleqve. Penzionerski dom i tha. Shtëpi të pleqve shqip se pranoj këtë punë. Penzionerski dom mund të kejse. Domi. Për jo musliman. Shtëpi të pleqve shqip unë se pranoj këtë laf. Hoxha e ka fjallën sepse të shqiptar kur s'ka ndodhë me pas shtëpi të pleqve. Të Maqedon të sërb ka pas. Mund të me pas penzionerski dom, ka pas, e më me të pithë mijune dhe ala ka penzionerski dom. Shtëpi të pleqve s'ka. Edhe se di atë lafone. Se di qka është, nëse mund është me translate me më ka. Në Shqipni dhe ishin azil. Po, qka dënit e azil, azilanta, izbeglit, qka dënit i thëjnë, ama shqip ja. Për shqiptarët kjo laf, për nonat dhe babalarët shqiptar, kjo se egziston edhe unë se pranoj. Nuk e pranoj. Edhe se di qka do me thonë, ajo? Edhe shqip nuk e tha. A makedonski, penzionerski dom, këti kajam, da, ima, ka, nuk ka problem. Edhe ato që janë, që s'kan fejt, që s'kan kom shqiptar, që s'kan nacionalitet shqiptar, ato mund të kenë, që shdojnë të thënë azil, aseksi, nuk e di unë, ama që si lafi se se marrë vesht, e shqip nuk e kuptoj, unë se pranoj, s'ka ashtë. Dhe ajo, nuk guxon me ndodhë. Na gjithë një kina pas në mahallat tona, ka bova ki edhe ma heret, me pas dhe një plak ose plak që s'ka pas ndoshta familja, po ka me vetë. Për x rrethona arsye, ka një qpit vetë, ma Allah ka këshirë. Dhe na aktualisht, në mahallën tonë, na ku jetoj, unë ku jetoj, kemi një plak, i cili s'ka familje, jetoj në shtëpi në një komshiste. Shtëpi e kaj. Pjesë përbërës e shtëpisë vetë, e ka bo një dhomë me banjo me krejt. 3. Kër e ka ndërtu shtëpinë e ti, e ka ndërtu një pjesë shtëpisë me hyrje me dalje me banjo veçmas, qaj me jetu ati, sa t'ja gjallë. Edhe aj kur ban buk për vetë, s'kan lidhje, kjo është shqiptar, ajo është ram. Plaki? Plaki o ram. Në ko shqiptar, ram është. Ama i ndimon shqiptari, se ka mend vetë. Jo, shqiptar, pronori i shtëpisë është shqiptar, plaki është ram. A që është pa familje, pa shtëpi o ram. Romi jeton në shtëpinë këtij komshiste. Axhijes. S'po du me përmend me emrin. Po Axhia kur e ndrejt shtëpinë ja boni edhe atij dhomën e vet, edhe ja boni me banjë me krejtë. Ka një vetë hyrjen daljen, sa të gjallë që aty është. Edhe nusja atij kur bën buk, i çon edhe. Bën buk edhe për këtë. Ç'shtu fitot xheneti o xho? Po ve.
Po, Edhe na- nusja e kujton që rëndomat e po diçka ama te Allahu peshon apo? Ama, a disja jeton midis 3 shtëpive të kësaj familjes bashkë, në mëbrejna përdhej së shtaj malet, mbrapa edhe nalt është Haxhia, djali i Haxhis. A e ka hyrën më të mire ka aj. Jo, do shta me thonë, qish fitohet gjeneti kur një huj plak e para më në të prinderve me Se u. kemi quna në penzionerski dom, Po. sa si tjetër s'ka. Se kemi qunë. Këna mujtë në më organizu me apagu, me qunë. Edhe me rahatu, më thonjë zë. Ja, na e kemi... Haxhia e ka vlerësu sa e du të me nejtë qate. Edhe aj qateri, partë të pashu, në u përqëndet të mungu shumë me agën, të shkoj se aga e thirë në atë. Se maj madhe aga e thirë në. Këshire, vetë fakti kër e thirë të agë. Në penzionerski do me qunë, ato e bëjnë, ej, more, veç i bërtase. Sigur pejt që ndodhi kur e rafër. Ati veç e rejnë e bërtase, ati e trajtojnë si pacient, si njeri që Infermiera. inshallah ma shpejt desë. Ama këtu aga e thirë në në. Aja aga është. Aja aga i mohalës është. Ndërla. E kësi vepra neve na duhen. Dhe këtë të regoj se ka mune në shpiteme, ka Haxhia, një Haxhi malës tonë, a e ka në shpit vetë. Edhe letë të regoj. Po na gjithat e respektojme ndërë. Edhe gjithë jemi të gatshëm, çka do që aj ka në aj kërkes, mjafton socializimi, gjithë mahala e ndërën e respektojnë atë, do më thonë, veç e shikojnë muska nevojë, diçka muska në halë, gjithë janë gjende gatishmërie, mi ndihmu ati. Je të folë për një person i cili nuk është baba edhe nana e askujt. Nuk Po, është be, baba e askujt. S'ka lidhe. Le më prindërit mi trajtu keq, mi i çu dikon ose mos më kujdes. Zot na ruaj. E du ta mahallat e Shkupit, edhe mahallat shqiptare, muslimane, krejt, jo vetëm të Shkupit, do më nuk e njohin atë term. Penzionerski dom dine se s'ka poslidhe kur me neve ata. Edhe atë term vetëm maqedonisht në e njohim se te pala tjetër ka qenë ajo praktik. Pi moti. Te pala shqiptare, te pala muslimane s'ka ashtu edhe s'dut me pas. Edhe s'ban me pas. Besoni që ajo është me nxjerr xhenetin me përzon pi shtëpisë. Shumë du të me pas kujdes. O, një këshill speciale për këtë ato sa kanë sevapet që kujdese për prindërit e ti motivojnë hoxha, se s'po e din shumica. Plot nuk po e din. Edhe rejat, edhe Allah i na falte, na udhzoft. xhenetin mundet me fitu duke kujdes për problemi të prindërit. rejat, problemi o të djem, Po të po. problemi o të djale, të evladi. So problemi të rejat, të nusët. Kur djalit ndije ndërgjegje përgjithësi ndaj nonës dhe babës, pastaj letë është çdo sent. Rejat nusët janë ma zemërbuta se po kur e shajë se ki babe ka, si intereson, ase alo ma iq, s'ka me interesu. Andaj du të me pas kujdes, ajo tem Me rronët e gjatë është. e rronë e gjatë edhe është një temë që E shkojmë me ditën është. personi i dytë e thot lutjen e vetë. Kur e shet që duaja e bëri të vetën, thot, o Allah, ti e din se ka qenë një femër që unë e kam pëlqyjat shumë. Edhe e ka dasht. U koni dashurum ndaj Unë asaj e femës. dashurum. Edhe ondër e ka pas, me ardhë një moment që me bo edhe zina me atë, marrëdhënien time me bo me atë. E qartë. Deri sa njëherë ajo bjen ngusht. Edhe ja kërkon këti 100 dinar. I kërkon parë. Edhe të kjo i thot, unë t'jap 100 dinar ama me kusht. Që ta bëjmë një qef bashkë. Edhe ajo ngrata pizorit pranon. Pizorit e pranon. Kushtin e këti. Edhe ky thot,
tamam u pajtum dhe tamam isha duke fillu mo me bo aktin e keq dhe punën e shëmtume, ajo më tha, o njeri ki frikën e Allahut. Të dhe mua më rënqethi, zemra u qova, dhe i thash, shko me gjithë parat. Nuk janë në përkom banderin asoj femrës. Thotë Allah, ti e din se këtë që e kam bo vetëm për hirën tënde. Plus të Allah, hatri kësoj vepret mirë që e kam bo, që të ma qenish dalën prej shpjellës. U lëviz guri. U lëviz guri, sëna. Unë të mira dhe me rujt vetën prej amoralitetit, prej zinas, vallahi lëviz gurzje kodra, lëviz shtete, lëviz detin, lëviz qelin, lëviz tokën, lëviz zemrat, lëviz gjepin, lëviz çdo send. Lëviz sëna. Dhe e jonë është vetëm me pas bindjen në Allahun Azza wa Jall dhe me rujt në derin tonë. Se dallimi midis haramit dhe halallit, xhenetit dhe xhenemit do njëra qasti. Dhe shiten qast, shkove. Pa të frikën e Allahut, u pendovu, përmisove, thove, stakfirullah, çka kesh tu bë. Shpëtove. Dhe shpëton për gjithmonë. Andaj njerëzit e ligë janë njerëz që shfrytëzojnë momentet e rënda dhe dobta të femrave që kanë hallin dhe dertin e vet. E çtu do më nolës. Ki personi nuk pas ka abuzu edhe pse ka pas mundësi. Do më thonë femra, konkretisht që e tregove, ka kërku pare. Pse? Pse u konë zor të madh. Ki personi thotë, tash ti jap, apo me një kusht të vish të bëjmë marrëdhënie. Shumë kemi sot në ditë sot me kësi që abuzojnë me pare, abuzojnë me fuqinë ose pozitën e vet. Për shembull kemi drejtor. Është një emision Piranjat në Shqipëri, i ka bo hor plot persona, mjek, drejtor, pronar të bizneseve, të cilët me kusht i kushtzojnë për favore seksuale, vajza të reja. Bile dhe të mitura, shka është më e keqe, një koment nga ona juaj. Mirë për ata. Nuk i them njerëz se këto janë njerëz. Mirë për ata. Që morin guximin me abuzu me nderin e huj, me femrat e huja, me vajza, me gra që kanë hallin dhe dertin e vet. Madje edhe me vajza të mitura, la ilaha illallah. Veça njerëz me qenë ata human, e mi undihmu kur një femër, një vajzë ka një hall. Atë hall tyre e shohin si një moment shanse për t'i shfry epshet e tyre. Duhet me konë shumë i keq dikush edhe shumë i prisht në shpirt me bokat. Dhe njerëz tillë duhet të raporton, duhet të largon nga përgjegjësitë kolektive, duhet të alarmon situata e tyre tek familjet e tyre, tek ata, po edhe te njerëzit që njerëzit t'i ruajnë dhe t'i mbajnë larg tyre vajzat e tyre, gratë e tyre, bijat e tyre. Sa njerëz janë pa shpirt janë. Andaj s'm shkon fjala me thonë njerëz. Ujq. Janë krijesa, s'kan shpirt, s'kan ndjenja, s'kan moral, s'kan insan dhe ka spak. Dhe institucionet tona du të me qenën syqele dhe du të me qenë të ashpra edhe rigoroze me dënime ndaj këtyre njerëzve. Se këta njerëz bën shkak. Llogarite një vajzë së mitur t'ja bëjë dikush atë veprim, ajo më kur s'mund t'jetoj jetë normale. Një nxënës profesori për me adhon një peshe, profesori ta keq përdore në kabinetat. Që ka pas plot raste, nuk jena të bo propagandë.
Kronika e Zezë është e mbushur me... Po na nuk I përmendmi Po, se dhe. rastet e këqija dhe rastet e Zeza mundojmë t'i nom t'izolume. E qartë. Dhe ka pas raste edhe në shkolla fillore. Njerëz komunista, njerëz të prisht, të kalbër, qelpsira që kanë abuzu me vajza, 14 veçare. që janë fillimin e jetës tyre, veçat mi u ndihmu që ata me jetu një jetë të mire, normale. Ajo më kur si jetojnë një jetë normale. Plaki zinaqar. E le me trauma për gjithmonë atë vajzat, atë vlatë që është me laqa, këtan alo fillimin e jetës e ka. Unë nuk e di si mund me jetu me atë ndërgjegje, si mundën me aleu vetës me bo veprimet tilla. A kanë pak bile shpirt insan, a kanë zemër, a kanë insanëk, a kanë ndjenja. Ta llogarisin atë vajzë sikur vajzë të vetën. Sikur bie, a mund dikush me apo të bie së vetë. E vladit vetë. Me a mendu. Njeri normal se banat. Ama kurso normal e banat. Andaj ky personi Nuk abuzoj. nuk abuzoj. Pati frikën Allah dhe për hir të Zotit u largu prej saj. Meri pare të largo. Meri parët largo, edhe pse ajo ja përkujtoj. E qartë. Ai kishte o njeri tha ki frikën e Allahut. Mos prek në nderin e huj për pose me të drejtë, për pose me një qa. I tha. Dhe ky u qeth, u largu për hir të Zotit. Shife, kushtet I kishte super të organizume. As kushte shifke, ajo u pajtu vetë, Paret e në dorë. pagujti. Në më thonë, në favor ti e ku. Me vetë dëshira, jo me dhunë. Këtë favor ti, vëç këtë lafë, tha, ki frikën e Allahit. Tha më sprek në namuzin uj për pas se me një qa. Për pas se me të drejtë. Me një qa është qëndimi. Këti kjo fjalë I preki në zemër. Dhe kujtoj frikën e Allahit, tha, po Allah ti e din se, veç për hirt të Allahut, e lash atë veprim që me vite e ka ndru, e ka imagjinu. Sa iluzione, sa imagjinata, sa e ka menua e kështu, ashtu, ondër e ka pas tjetë matë. Kjo është shumë e rëndësi, si su kon një vajzë rëndom. Jo, ka qenë në bukurosha, jo. E ka do shumë. Ki ka qenë temasi dashurum në te. Edhe I ka ardhë momenti. Edhe jo ki të shkoj, I ka ardhë. Merë ndorë, si thëjnë. Ka ardhë ndorë. Edhe kretë kushtet për të arritë atë ondrën e vetë I ka pas dispozicion. Me gjithat frika Allahut, ishte ajo që e ndalej këtë njeri nga kjo veprimi shumë tonë. Dhe u të regu human. Tha jo, edhe meri parët, shko, krye punën tonë. Fatkecin e shëndrojnë në një moment në mirësie dhe përmirësimit të raportit me Allahun Azza wa Jall. U pendu. Dha sadaka, atë jala sadaka. Se punë të mira I shtin punë të këqia. Dha sadaka mirë u pendu për gabimin që keto e bo, se bone. Dhe ajo vepër ishte shkak, dhe atë vepër e la sekrete. Nuk e mushi shkupin aj. E pata, merdë ndorë, ja. E latë ma vete. E harojat ma vete. Derin qatë ditë, askush se ka ditë sa jo ka ndodhë. Më këshirë, sa interesant, Allah I ka shpelos që 6.000 vetë ja bëjnë mabejt edhe në podcast, edhe pengameri, edhe pse më shefti kanë bo këto veprët mira, interesant. Po, që, se kur është për Allah, Allah I ta shpalos mëse. për qatë regullë është ma kjane lillahi bakin. Ajo që është për Allah mbetet. Ajo që është për insan, shkon. Para me në rode mikrofonat, podcast, kamerat HD-li, e të regojnë në ngjarjet e këtive personave të cilët... Mira vite para ne shka ndodhë. Allah, një zot e din kur ka ndodhë. E subhanallah, a ndërmjetësoj të Allahu me këtë punë të mirë që e ka bo. Edhe më lëviz guri. Dhe Allahu ja pranoj ndërmjetësimin, ja të lutjen e ti
që e bëri me ndërmjetësimin e kësaj vepre të mirë dhe lëvizja Allahu gurin, po apet s'mushin me dal, edhe pak. Atëre lutet I treti. i treti. Çka tha i treti sëna, jeme muaja? Jam me ti, e di që jesh me punëtor, diçka kështu që... Po. Se me konë me këta për kisha morë nish. E ky i treti kishte pas një punëtor, kishte punu taj, edhe kishte lënë një hise të pasurisë të kitë që kitë t'jaruje. Ki qka bën e merë pasurinë e ti e reinveston. Punëtorja kalon pasurin pranarit. Pronarit. Pranari, pasurin Pronarit qka jamel. bën pasurinë e ati e merë edhe e reinveston. I blen do dele do lopë dhe shtohet numri i tyre. Me paret e punëtorit. Dhe pare të ati. Punëtori s'ka qenë, mati. Jo, punëtori ka shku të shpjaj, ka ardhë ka punu të ki. E qartë. Disa rivajt e përmendet që ka punu ores. Sa më rëndësi? Sa është më rëndësi detali? Punëtor, ka punu rogën. U ka dosh pagesën me adhon. Kë një hise ka marrë, një hise kalon të ki, ka thonë dhe vida e marrë. Edhe s'ka arë me marë. S'ka një kohë më të gjatë. Qartë. Edhe ky ndërkohë çka bën? E merr pasurinë e punëtorit vet, E reinveston. e bën një investim. Ky në vetë e bën, pa e pyetat. Ama ky këtë investim e bën për hir të Zotit. Kuptimin e asaj që nëse tregoti suksesshëm investimi, japë fitimin me gjithë investimin punëtorit. Nëse dështon, ja e papet punëtorit. Pjesën e rogës. Pjesën e rrogës që ke kalon aty. E qartë. S'ka, jo, nëse djegët vallone, ndoshta një biznis, po u djeg kështu s'ka kur gjo, kanë hup ato, ja. Kje ka bo me një qëllim njetë shumë fisnik. A ki parasysh. Edhe kur vjen ai punëtori mas një kohë gjatë, thot ki frikën e Allahut, thot bëma hakit tem, thot po, ta ja bakin tant. Thot hak jatë janë çto lop, çto bakti, me gjithë çobanin. So përpara kam bler, me thot se dhe ajo është me parave tuja u ka bler edhe ai. Thot ki frikën e Allahut, mos u tall me mua. Që ki kalon diçka pak, kështu shki thot shko merre një shtall të madh aty me gjithë rob, me gjithë punëtor. Vallahi që to krejt janë tujat. Sune me parat e tuja, kom marë, kam blej pak hajvan, janë shtu hajvanate, edhe matë pasuri bashk me çobanin, tujat janë, meri, shka. O, kam qef që këtë shembol në kohë moderne, qish kish mujtë me ndodhë. Shembol, unë e punajt e ti, shembol, 200 euro mes, s'mi ki dhonë ti mu 200 euro. E ti ma të 200 euro ki bo investim, Jam bo 20.000 euro. 20.000 edhe kur viu në shumë. Që 20.000 euro, thot. 20.000 euro janë tujat. Kjo, a disi është, sikur sot një biznismen, kur shkon me blejnë malë në kinë, shemull, a i blejnë gota, blejnë mikrofona, blejnë atë, edhe a i pëshketorën, po e marë, edhe a i biznismen, a i di, të që kjo shitët shumë. Edhe që këto orët kam i blej edhe kam e bon njetë që fitimi mi u shku punëtorve. Edhe e blejnë orë. E blejnë. Këta orët atë janë lirë, pak pare, na ma e di se që ajo ka mu shqitë. E qartë. Edhe bën një investim, shembo, prej 1.000 eurove, a e di se për qatimve 1.010.000 dhe bon. Edhe i blejnë 1.000 euro orë, edhe kryt fitimin e qatimve orëve, qka e merë? Me ado punëtorit vetë. Edhe me tonë që këto janë pare tuja. Si, unë e rogën e ka, jo, thot se që kjo është biznisi jatë, që ki kanti është brenda bizniseve të veta, brenda lokalit vetë, dyqanit vetë. Sa e pronari e ka bo këtë veprim brenda tokës vetë, irthit vetë. Se ka pos baktit e veta, ka pos pasurin e vetë, tokën e vetë. Po e ka bo një investim me njetë që mi shku fitimi punëtorit, që ka po në, të kje. Edhe thëto Allah, ti e din se unë kete kam bo për hir të Allahot, për hirën tonë, do zotë. Andaj, doaja e ti ishte vendim marë, se so është e randë me doa me para, kjo po. Te para. E që Allahu Azogjeli lëvizi gurin dhe dollën dhe shpëtum. Kjo ishte vendim marë që me shpëtu të tretë. Lutja e ti ishte vendim marëse, me këtë vej për të mirë që i kështë e bo ki, për hirë të Allahu të Azogjeli. Të shifoj zotësia e ti, ideja e ti është, puna e ti është. S'ko të boj me punëtorin, eqë?
Kretë kjo e ka bo vetë. Toka e këti. A më ki ka mujtë, të kanë me 200 euro që 200 euro. Ja, e me 200 euro ka shu ka blenja 200 euro, 200 saata i ka blej. Për shemën, edhe që të 200 saata i ka shit 2.000 euro, masani me 2.000 i ka blej 2.000 copa, i ka shit 20.000 euro, edhe kur vjena e mi marë 200 euro, që 20.000 euro të janë tujat. Ka në Si gëzëm janë të shumë. mijat. Po të tune me qëto 200 euro të tu. Edhe diçka, me dështu, mës mu shit sahatat, me dal falc, frishta, kje ka bon jetë mi gjek 200 euro të vejta, që e me ardhën, a pet me adhon 200 euro. Që ta tregojnë atë gjune e sodit. Po, shumë e qarta, e ki qartësu mirë. Ky faktikisht e ka pasurinë e punëtorit vetë që kalon, e ka investu në pasurinë e vetë, me zero rizik për punëtorin e vetë. Kretë rizikun e ka marrë në bisupet e veta, ja që Allah i ka qu bereqet, Ka dhejs. që me qeni sukseshëm me investim, e me fitu që ki punëtori kur ka me marrë pasurin ka thonë, mos u talë me muti, mos luj me mu. Mos luj, 200 euro t'i kumlon, po pëthu që 20.000 meri. Edhe ti ki fitu këto, pika unë i fitohë, e ti ki fitu, se une, kja ka tregu pas e ka thonë, se une kështu kam bo, bashk me Robin, me qobonin janë tuja, edhe qoboni është, e kalon pare, pak kalon diçka, ka marrë edhe bakti, edhe qoban, ta ma mila një bilmet madhe ka marrë me vete. Shumë mire të se ke porzit. Tu tret kanë bo vepra gjigante. Njani prindrit, qumshti një ka thonë, ka prit një në mëngjes, dyti ka refuzu mardhonje seksuale ma që e ka dasht. Kjo është materiale. Po, e treta, këtë të pare o gjë islami muslimani, a? Kjo është vendimmarja. Vendimar së është andaj edhe e përmenda. Muslimani mirë është taj të putë qështje e pareve. Shife, vendimarës është i treti i fundit. Që nuk është e letë me bo këtë fundit. Andaj mua më shqetson kur ndo njëherë vinë vlezër tonë që përnë në për firma që pronarët e tyre janë bamirës, janë njerës që apin zëqate, ndihmojnë. Nga në tjetër punëtori i ti vjen kërkon, për shembol, tolla s'ka pare 1 maqin për me la tesha me blej. Apo s'ka pare me që thmije në spital. Ku punon? Të suna. Si suna, Bos. më jo suna ndimon, që më dhe ndoshta ndë njëre ndimon fukarave dhe për mesmeje, so e di sigurt. E qartë. Suna që më burimira, njeri që ndimon sen, Punëtorin e kalononësh. se me neglizhu punëtorin. Kurse punëtorët janë me një farforme aksionar në ndërtimin e firmave tona, bizneseve tona. Së pronare, sa do që është i zoti, i shkath, asë gjë së mboj vetë. A së mundet edhe në kinë me shku edhe me shit malë në dyqan, në firmë. Së mundet të dhja të banë. A së mundet edhe me ngarku edhe me shkarku, edhe me shit, edhe me distribu, me punëtorë të me bo këtë punë. E ato punëtorë nuk ban milionën keq. Hajtë se e ki një rok. Me ndërtimin e firmës, edhe kjo du të me pas, kjo është takvallëko, dhe këtu fillon pranimi dua, pas e thote, pëse së më pranu doaja, pëse djali e haram, pëse djali lun ka marë, pëse djali më ka marë, pëse më vjen sabat djali, ka dalë, Allah. Këtu ka diçka që ka nej defekt. Rritët firma, rritët roga. Musuj të krasësh valla komunalici e ka rogën 500 euro, këto të mi të marrin 700. Po ama ti para 5 vjetëve ki pas qarkullim 100.000 euro, është e ki 1 milion euro. Ti me automatizëm me si e rritë ti, rritja rogën edhe punëtorve. Sa i punëtori e shef qarkullimin, e shef punën, e shef bereqetin që është në firmë. Kur ka për ty, letë ketë edhe për atë. S'po thamun e ti me bo pa tjetër ortak. Po bën veprimet caktume, 1 artikull, 2, e bën jetë për punë. I ki 1.000 artikull, 1, 2 lene për punëtorët. Që është nëse dëmë na me mri këtë gradë, natyrisht. Pa dhe ba. Ose ka firma, s'ban me thonë, a i rritët në fund vitit, e shese e kone planifikuar me fitu kaq, kam fitu kaq, që qatë e donë me punëtorët. Kjo është mundi juve, është sakrifice juve. Dhe tregova unë me qëllim e tregova edhe në javën e kalume,
rastin të regimit, shumë ka si raste, po një të regovat një biznismenit ton në vendin ton, që një ditë ishim duke kalu, tha që këtë objekt, që kishte një vlerë milionëshe, shumë miliona, tha e kombon në pandemi. Është pandemi mbyllë ka qenë kjo. Po unë në pandemi e kombon. Edhe e lam, pastaj duke bisedu me te, su lidh kema bejti matë, ta unë në pandemi, tha gjë, kom pas bo një sent. A i haroj që kam tha ma herët, që pasha 2-3 orëve. E tha, ka qenë shumë, se e punon të një bransh që në pandemija e ratë zero. I mbledha punëtor të shifni. Ka që pare kam? Budget. Ka që madhë kam në dispozicion. Deri sa të hargjim ato parët, askuj s'ka më përzun për i pune, askuj s'ka me zhdrip rogën. Barabar rogën kini me marë. Bashkë kina me fitu, bashkë kina me falimentu. Shtash kina me falimentu bashkë. Qatë pasuri, ka që parët, a dini budgetin e kam, ka të reguaj. Allah i kaut. 200.000, 300.000, 400.000, sa e ka pasu, nuk e di. Që këto, sa të hargjim, për afërsisht 2 vjetë, 3 vjetë që ki budget në ama krejtve. Kërkujt si tham dilpi pune. Si a thej zemrë Kur të hargjim këto pare, atëre madhin që ka i kimi në dyqan, magazin, depo, deri sa ta shqesim, kina me fitu 1.000 dinar, 2.000 dinar, kina me ndirë, promet. Jo fitim, s'ka për hyrja që i themi na. Që ato, sa veta imi 10 veta, kina me do ka 200 dinar, ka një buk në dorë të shpija. I që ka do, mëse kini gale, deri në fund të shtu, tha, e qeshmi dyqanin, e më qeshmi dyqanin, asku si ke në dyqan. Iq, rogët i mirëshmi. Deri sa Allahu e që një person në dyqan, ma dha një ide, gjithë kohë se kemi punu një punë që s'ka të boje me natyrën e punës teme. E bona një porosit, një malit, a i vike, u shitke, punëtor të rishen, bashkë me mu. A i malit, vike, u shitke, rogat i mrishmi krejt, u boaj lokali, a i objekti i madh, edhe në metën, kodi sa fitim, në fund, tha, kur mbeti dikun një 50.000 euro, tha, një vlerën një malit, me qatë që kina fitu, tha, background. A i madhë si kënë dyqan s'kish boje me dyqanin tonë. Tha, në fund të thirat që u bo sebeb, tha që di shka mene këtë madhë dhe gëzofsh, e jo t'ja, se du. Janë ngarkova jada shtati. Po, e ngarkova jada shtati, tha, falë madhën jada. E i thash ati, kjo, këtë se paske pi pandemis, këtë e paske pi punëtorve. Që i ki bo një vejpër për hirit Zotit, e Allah të ka këthi kështu. A lëvizin gurzit, a ban njëre miliona kur s'lëviz kur gjohë, valla ban, që shembullin e kam me emër me mbjemër e di njëre. Kohë pandemie. Kohë pandemie, 3-4 miliona, ku di sa i ban, një objekti ma shumë do shta. Allah e shpërbleft, edhe pse se njohme, unë se njoh, Allah e shpërbleft. A lëviz guri, lëviz, o vlavja. I madhë shumë, lëviz, pasha Allah i lëviz. Kodra lëviz. Duaja. Duas me bashkan gjithë një vej për të mirë që ki bo për Allah. Vodnë në lëviz. Vodnë në lëviz, pak o vodnë e vogën atë që nuk. E Zotë i vesh në dhash veprat sinqerta e të mira, kjo është me nëci. A ma di shka me nëci, sona me Po, vazhdo. A kemi në aksi vepra? E që kjo është me nëci. A kemi në aksi vepra? A kemi në aksi raporti me Allahun? A kemi në aksi kujdesin dhe i punëtorve? A kemi në aksi kujdesi ndaj femrave dhe grave që kanë hallë dhe dert? Apo i shikojmë ato si mundësi për punë të pista? A kemi në aksi kujdesi ndaj prindërve tonë? Ndaj të smundve tonë, ndaj pleqve tonë, për gjithësi? Që në autobus mi dhonë për parësi matë më shumit. Që në spital mi dhonë për parësi matë më shumit. Jo me jazon rejnë, jo me shtin, jo me lon kom. 3 tonë me kuptu se
në autobus si ti për një më shumë. Ma plak se ti dush mu që më kam. Kjo është tërbia e jonë. Kjo është tërbia shqiptare, muslimane në vendin ta. Që si ti e një i më shumë në autobus, gjithë mu që më kam janë shtu vej. Jo unë e shof kalen autobusat, 3 të ullën pleqë në kam janë, shtyjen, për Stu shall zonë. ka të vesh, s'nin, që plakë. Kjo, qëfar edukatë, qëfar tërbia? Allah i na rujtë na për misat. Plaku në spital, qanë, dhimbje, atë, ketë. Valla një dit isha në spital me udhëzim prioritar, e i thash ati që ishte në sportel, thash për i zotit, ishte një plak Macedoni e shtrime, kështu e shtrime, bash, në në kam ishmi. Thash pas zotin, a kam mësi që qatë mere. Edhe kjo sportel kishte qenë shqiptari, janë, thash mere që qatë plakën Macedonkën, gjyna, shife. Janë do momente njerëzore. Tha lumi ti. Tha se për mu dhe për spitalin, a është pacient, edhe ti edhe aj pacient. Aj që vjen këtu, aj mbaron së në merem, ku i dhe ma shumë ma pak. E ki shfrizu autoritetin si hoq, Po, se hoqës zakonisht në Shkup nuk ja kthejnë min lafin, elhamdulillah, kështu kam bejt ajo respektin dhe gjëllarit, që plaka Maqedone me hi, edhe të ka dëgjuaj personale. po, Allah është pëblefte, s'ma boni lafin dy, ta shtine qatë lenëm, s'kam kur gjona, mu me prit edhe 2 saat, zbot nami. Dale pi një kafe via petës. Shtine qatë, shtine. A e kishte dhimta, kishte dhimbje, vajtoj ke ashtë. Në koridor ashtë e braktisë. Do shte edhe s'kish askand me vete. E du thamë, këto janë momente që na du të me tregu se jemi alo gjallë, alo njerëz jemi. Shumë, shumë njerëz i kanë sytë e qeltë, ju punon pulsja, ma janë të vdekon. Janë të vdekon. Para një 2 mujve djalje me kishte një aksident edhe në spital ishte një më shumë për mbi 80 vjeçar. Edhe e kishin sjell reja e vetë në spital. Ma shumë i dhimke që se ka djalin afër vetës, se sa dhimbjen që e kishte. Subhanallah. I thash djalit e mere, a ishte në karocë, thash djalit e mere, shëtite pak me karocë, në gjere jashtë, mbrenda kështu, Plakun. plakun ti paksot dhimbja. Morëm leja, jo gruja, tha, mere, nuk ka problem. Po edhe ai pak u qetësu. Ama suna, djaleve dhe ke pse su merve, ma shumë i dhimke të s'ka djalit. Mos kujdesi idealit. Se sa dhimbjen që e kishte nga kancer, më duket kishte, nga ai lloj i rond i kancerit, nga dhimbjen e kancerit që kishte. Ma shumë i dhimbke ajo se pse djalin mos të mrija afër sot. Kur unë kam nevojë shumë për te. E vallaj, e kam një gurë qëto, kime pas një gurë edhe një gurë të madhë. Kime pas të, ki bo diqka. Këshiku ki bo nëj dalavere, nëj qivi, nëj shërë, menoj, këthe lejntën mas pak. Me ditë to pak. Pa, këthe mas pak. Se ne bëjnat këshia edhe... Ajde gjëzit tregoj ogjës, une s'kam tokmak me thia si gurzi. S'kam gurzi me thi gurzit zemrës që ti ki bo, i ki në rahak dikujt. Kam një gurë qëto, këshire, të dhën punëtork e ki keq përdor. Punëtork. Të dhën punëtork e ki keq përdor, po? Se ajo vjen me marrë një Kam një rogë. gurë të këshire mas. Që ja ki thi zemrën grus të onda. Ki bo pak pare dhe shtashte i granë zinas, qaj gruje që të ka marrë, kur të ka marrë e konë kopuk. S'ka këshi kërkush. Këtë shkupi u ka qunë kohë me intervenu të ajo, me bindë me arë më martu me ti, sot ki bo di banka, ke marrë një kërë dhe shtashte komendit kushkeve, ajo s'po mirë ka vesh të shpia. Qaj të ka marrë kur e konë ti zero, kopuk kur e konë. E shtash ajo s'po bajka. Pse ti të ka ardhë shumë së shtash, të në ndush me ble. Kemi frikën e Allahit. E pas të edhe djalli, ka marrë të këshia, kam një gurë qëto, s'pa ma dikur ma vonë, s'pa më zë gjumi, pa. Këthe mas pak, lëqka ime. Me no pak. Ti atë zemër që ja ki thia soj gru.
asoj grus tonë dhe të sinqert, e devotshme që të ka rujt namuzin, të ka dosh për i Zotit, jo për pasuri. Këto që ka darë sot, ke dumë pse e ki këtë pasuri, ajo të ka dosh pa pasuri, për i Zotit ka ardhën të ti. As kush të ka njoft, as pasuri s'ki pas, as autoritet, as shtëpi s'ki pas. Ajo ka ardhë thjesht, ajo për i Zotit për ty ka ardhë. Me këtë ato mangësi që i ki pas. Ka pranu ashtu si Ka je. pranu me e tu për i Zotit me ti. E sot ki po pasuria e s'po bajka. La ilaha illallah. Hoç, E bjeguri, valla, bjeguri. u lëviz guri dhe dolën 2-3 persona të shpëtuan, të lumtur, alhamdulillah. Kjo është mësim për neve. Allah na falte, na udhëzofte, na drejt. Amin. Kjo pra ishte tregimi, shikues të nderuar, po s'du me përfundu e kumponi asi ajo ka një pyetje va në fund xhallarëve në sezonën e tretë. Për ti nuk pata diçka, po merr një pyetje e thash merr gjënase ishte shumë pyetje e mirë. Praktikisht një njanë e sprovume. Kështu, special për ti e ka shkruar një mesazh Hoxhës Muharrem Ismaili. Po të përshëndetje, jetoj në Greqi. Hoxhë nderuar. Si mundem thot unë si nan e djalit tim që as varin thot nuk ja di, më mëso thot Hoxh, si të lutem, më ndihmo, si të lutem, me qenë se më ka dhënë një me qenë se më ki dhënë një herë thot përgjigje, ma kthe një përgjigje që unë të shikoj djalin të jetë i lumtur në botën tjetër. Faleminderit Zotit e gjithë të mirat familjarisht. E qëllimisht e lexova këtë pyetje se koka e sprovume. Allahu e forcof këtë non, besimtare. Amen. E aletsoft. Vetëm me jetu në Greqi është si besimtare, është një sprovë në vete, e mos flasmi që një non ta ketë sprovën edhe në evlat. Një Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. e tregon një tregim që ndodh në qiell mes Allahut azza wa jall dhe melaqeve. Që Allahu azza wa jall melaqeve që shkojnë ja marrin shpirtin një fëmis dhe e lon atë non pa atë vlat, Allah që tyve melaqeve a ban një pyetje. Thot, ishit në tokë, ja morët shpirtin filonit, thonë, po, zotë, Allah e ka qumë. Thot Allah azza wa jall, ja keni marrë loçkën e zemrës? Allahu akbar. Thonë, po, zot. E Allahu azza wa jall i pyet melaqet edhe pse Allah e din. Çka tha ajo nona? Çka tha baba? Sidomos nona, çka tha nona? Thonë melaqet, o Allah, nona. Tha, falëndrimi i takon Allahut dhe gjithimi të Allahut dhe të Allahut do të kthehemi. Allahu azza wa jall thot, shkoni në xhenet, ndërtoni një pallat. Dhe ati pallatit vendosni një emër, një plakat. Dhe ati shkruani Beitul Hamd, pallati i hamdit, i falëndërimit. Kur një besimtare bën durim në sprovën e humbjes së vladit të saj, që këtë rast kjo besimtare, kjo non, Djali. Allah e forcoft, e pas ka humb djalin e saj, bile dhimbjen e ka dy fish që as varin si se me pas varin shkon ja bën një dua te kryet e varit, edhe e hek një mërzi, mes me adit edhe varin është ma e rëndë sprova. Andaj edhe shpërblimi është edhe ma i madh. Themi që Allahu këtë non me djalin e saj të i bën bashkë për gjithmonë në pallatin e falënderimit. Amin. Çdo ndarje në këtë dunjë është përkohësisht, dhe se bashkimet e përhershme janë në xhenet. Qof bashkimi yt i përhershëm me djalin tënd në pallatin e hamdit në xhenet. Ai besimtare, ai non, Allah të forcoft, e ta lehtësoft këtë dhimbje dhe këtë breng. Kur mos humb shpresa në mëshirën dhe ndihmën e madhe të Allahut azza wa jall, që ka premtuar për çdo non dhe për çdo bab që humbe vladin e vet. Amin. Allah ju bashkoft në xhenet. Amin. Ja. Amin. Hoxh, faleminderit shumë për këtë kontribut që e dhave, një orë tepër. Allahu ta shpërbleft me xhenet këtë kontribut. Amin. Faleminderit. Shifemi rrodhave tjera inshallah. Zotë shpërblet edhe juve. Allah shpërblet edhe dëgjuesit, edhe shikuesit. E Zoti na mëson gjithëve së bashku që këto çaste që i kemi kaluar të jenë
çaste që regjistron në regjistrin e veprave tona të mira. Amin, ja Rab. Allah na e pastrof zemrat, na e pastrof mendjet, na e pastroft edhe veprat. Shkues, shifemi të martën e ardhshëm. Selam aleikum dhe mos na harroni në dua.